Shkodra momentalisht po përjeton një periudhë shkëlqimi të saj për sa i përket investimeve në infrastrukturë. Duhet ja citoj 2 ose 3 investimet madhore. E para, hyrja e qytetit, unë po e përfshi në një hyrjen e qytetit, parkun e madh, urën e Baçallekut, zgjerimi me 4 kursi deri tek harku i Bërdicës. 2. Rruga Shirok-Zogaj. Shirok-Zogaj, e cila na krijon edhe një lidhje në fund, kurorëzimi i kësaj rruge do të jetë edhe një lidhje, një pikë kufitare me krajen, pra me malin e Zi, edhe pse me malin e Zi lidhim 2 zona shqipfolse. Vazhdojmë tjetër rruga e Komanit. Duket, por edhe ajo është një katalizator shumë i fuqishëm i turizmit për komplet zonën tonë të Veriut. Nuk ke një turist i cili nuk vjen për të kalu 2 ditë në Shkodër, qoftë turist shqiptar apo i huaj, i cili nuk e bën atë alternativ me kalu qoftë edhe një ditë tek lumi i Shalës, apo dhe ajo jep komplet një frymëmarrje tjetër komplet asaj zone.